Të gjithë deputetët shqiptar përpos atyre të Vlenit në Kuvend kanë nënshkruar rezolutën e studentëve shqiptar, me të cilën kërkojnë që provimi i jurisprudencës të jepet në gjuhën shqipe. Këtë deklaroi deputetja e Frontit Evropian Irina Hajdari në emisionin Debat në Shenja. Ajo tha se personalisht ka kontaktuar me deputetët dhe me koordinatorin i grupit parlamentar të Vlenit, Bekim Çokun, për të kërkuar mbështetje, njëjtë siç ka kërkuar mbështetje edhe për rezolutën për krerët e UÇK-s dhe të institucioneve të Kosovës. I kam kërkuar të njëjtën gjë, nuk e dhanë mbështetjen, pra nuk e nënshkruar të rezolutën. Në arsyetimin se ne do t'ishte mirë të bëjmë një variant tjetër, ishte një lloj dalje nga situata dhe ishte po ashtu hipokrizi kur të nesërmen ishin të pranishëm në Komisionin për Politikë të Jashtme, duke thënë se do të na mbështesin, ndërkohë që nënshkrimet e tyre nuk i vendosën në rezolut. Sa i përket korridorit 8 për një pjesë të cilit kryeministri Mickoski tha se do të rishikohet, deputetja Hajdari deklaroi se kjo është projekti më i rëndësishëm në historinë e vendit, ndërsa po pengohet për shkak të lidhjes së shqiptarëve. Është e palogjikshme që ti propagandon për opinion që je për një projekt, ndërkohë që nuk ke mjete konkrete të ndara, të siguruara në buxhet për realizimin e atij projekti. Mandej dolën edhe problemet që u përjashtuan nga puna, nga kompania kontraktore, disa zoti Sela kishte madje pres konferencë për këtë po. Është e vërtetë. Dhe këtu unë kam nga 6.3 miliard denar, të cilët ishin aty, pra qëndronin në buxhet, ne kemi kërkuar që e njëjta shumë të rritet në 15 miliard denar. Kjo është amandamenti i Frontit Evropian. Kemi kërkuar rritjen e atyre mjeteve, sepse ishte absurde, në qoftë se është prioritet strategjik i një qeverie, është e palogjikshme të mos ndash dhe të mos planifikosh mjete për realizimin e të njëjtit. Dhe rezultoi që kishim të drejtë, duke i parë edhe problemet me cilat tani dje, jo më larg se dje, doli kryeministri. Mes tjerash gjatë emisionit, deputetja Hajdari deklaroi se pushteti aktual i Vlenit ka arritur që të shënojë regres në shumë fusha dhe procese, të cilat BDI i ka çuar më herët përpara si procese.